Belina Pupa, bashkëshortja e fermerit Elvis Pupa, ishte e ftuar këtë të premte në studion e Living Day në Vision Plus në moderimin e Brunilda Lahes. Ajo nënvizoi se Visi është një konkurrent që karakterizohet nga humori dhe batutat e jo nga dramat. Pupa tregoi dhe një anë tjetër të fermerit, atë që ende nuk e ka shfaqur në ferma VIP 3. Nuk duhet ta shihnin Visin me nerva, tha bashkëshortja, duke shtuar se ajo është e vetmja që mund ta çojë në atë gjendje. Pupa vlerësoi formatin e ferma VIP, teksa theksoi gjithashtu se publiku e ka më të lehtë të gjykojë nga jashtë, ndërsa për konkurrentët realiteti është më i vështirë për shkak të jetesës së përditshme në vëzhgimin e kamerave. Belina Pupa ka qejf që çdo situatë që është stresuese ta kthejë në gallat, në shaka. Brunilda Lahe e zhdramatizon çdo gjë. Belina Pupa, nuk është për dramë, nuk është për zhurmë. Visi ka edhe një gjë tjetër, mos e çon në atë pikë, se nuk duhet ta shohësh Visin me nerva. Brunilda Lahe, kush mund ta çojë në atë pikë Visin? Belina Pupa, unë, vetëm unë. Brunilda Lahe, po ti nuk je brenda. Nga fermerët e tjerë kush mundet? Belina Pupa, dhe shqyqyr që nuk jam brenda. Ai format është shumë i vërtet, tregon se si është shoqëria jonë pak a shumë. Fillojnë me xhelozit e vogla që do bëhen me skuadra me njëri tjetrin. Rivaliteti i ka të gjitha në një kohë shumë të shpejtë. Ne nga televizori e kemi shumë të lehtë të gjykojmë, se nuk ja kemi idenë të jetojmë me gjithë ato kamera çdo ditë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.